Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'ina lahum ihsanin ila yawmiddin. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimi takon Zotit të gjithësisë, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me temën e 32, bab ihfazillah yahfazuk. Pra ruaj kufijtë e Zotit dhe Zoti të ruan ty. Pra ruaj kufijtë e Zotit dhe Allahu të ruan ty. Është për qëllim këtu që njeriu nëse i përmbahet parime dhe rregullat fesë do të jetë i mbrojtur me lejen e Zotit subhanahu wa taala, nëse i thyen kufijtë e Zotit, atëherë është i pambrojtur dhe mund të mbirin gabime fatale. Allah thotë në Kur'anin Kerim: "Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Allahu është me ju kudo që jeni. Pra është me ju me shikimin e tij, me mbrojtjen e tij, me mbikëqyrjen e tij, dhe Allahu bima ta'maluna basir, dhe Zoti shikon atë që ju e punoni. Prandaj sado që njerëzit i përpiqen Zotit subhanahu wa taala apo të veprojnë fshehtësi, Allahu mbikëqyr veprat e sjelljet e tyre. An Ibn Abbas radhiyallahu qal kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, një ditë thot Ibn Abbas isha pas profetit alayhi salatu wasalam dhe më tha: "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka." O djalosh, un po ti mësoj disa fjalë. Ruaje Zotin, të ruan Zoti ty. Pra do të thënë ruaj kufijtë e Allahut, të ruan Zoti ty. Ihfazillah tajidu tujak, ruaj Zotin, pra kufijtë e Allahut do ta gjesh atë përpara vetes, si pararojnë kuptimin e mirë të fjalës, do të mbrojë Allahu nga çdo anë. Idha sa'alta fas'alillah, nëse kërkon, kërko vetëm për Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah, dhe nëse kërkon ndihmë vetëm për Zotin subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, dhe dije nëse gjithë njerëzimi mlidhet të bëjë ty mirë, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, nuk do të bëj dobi vetëm ai sa ka caktuar Zoti subhanahu wa taala. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, dhe nëse mlidhen që të bëjnë ty dëm, nuk do të bëjnë dot dëm, pra ai sa ka përcaktuar Zoti subhanahu wa taala. Rufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf, tashmë fletët janë tharë, pra ka caktuar çështja, wa jaffat as-suhuf, pra është përcaktuar pra prej Zotit ajo gjë, kështu që ti pra përmbaju fesë Allahut dhe kufive të Zotit subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër në riwajen e Imam Ahmedit thot: "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda." Pra je mirënjohës ndaj Zotit në kohë të mira, që të jetë Allah mirënjohës dhe të ndihmoj ty në kohë të vështira. Wa alam anna fi as-sabri ala ma takrahu khayran kathiran. Dhe dije nëse në durimin atyre gjëra që të gotasen dhe që urren ka të mirësi të madhe. Wa anna an-nasra ma'a as-sabr, dhe dije se triumfi dhe fitoria vjen duke bërë durim. Wa anna al-faraj ma'a al-karb, dhe dije se mas çlirimit dhe ngushtimit të provave do të vinë do të vinë me lejen e Zotit subhanahu wa taala çlirime. Wa anna ma'al usri yusra, dhe me pas vështirësisë vjen lehtësimi. Pra të gjitha këto hadithe tregojnë vërtet që besimtari duhet të ndërtojë karakterin dhe personalitetin e tij, duke lidhur jetën e tij me Zotin subhanahu wa taala dhe krijuesin e shkaqeve dhe i cili ka ndorë çdo gjë. Nëse kemi këtë lloj besimi, duke u mbështetur Allahut azza wa jall për çdo gjë në jetën tonë, në kohë të mira dhe të vështira, duke ruajtur kufijtë e Allahut azza wa jall, do të na ndihmojë Zoti, do të na japë rrugë zgjidhje nga të gjitha krahët. Dhe nëse bëjmë të kundërtën, atëherë do të ndihemi braktisur dhe gjithë njerëzit dhe gjithë krijesat e Zotit do na mbyllin dyert, sepse ne thyem kufijtë e tij i cili ka ndorë çdo gjë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.